Përfshirja e studentëve në praktik është ajo që u lehtëson ligjërimin edhe profesorëve, si dhe transmetimin e njohurive tek studentët, pasi ata përmes praktikës e kuptojnë detajisht mënyrën e punës në institucionet shëndetësore. E sidomos ata nga dega e infermerisë, që është e domosdoshme kryerja e praktikës profesionale, pohon profesoresha Eglantina Bardhi. Kemi koordinuar fort mirë praktikat e studentëve në spital dhe në QKMF. Është shumë e rëndësishme se përveç teorisë që këta marrin është një punë apo infermieristika është një shkencë e cila është në kujdes të pacientit. Mendoj që rezultatet janë të mira, por kjo po duket qartë sidomos edhe tek ata studentë që i kemi në marrëdhënie pune. Nga ana tjetër, edhe studentët shprehen të kënaqur me bashkëpunimin ndërmjet universitetit dhe qendrave të mjekësisë familjare, në të cilat ata vijojnë praktikën. Po praktika që mojmë në spital na lehtëson shumë punën teorike këto. Se si me që i mësojmë teori, atje i praktikojmë, kështu që kemi shumë ma lehtë me praktikë. Mirë po infermierët e arshëm theksojnë edhe bashkëpunimin me stafin mjekësor të këtyre qendrave, pasi që ata u shpjegojnë mënyrën e punës që bëhet në lëmin e infermierisë. Teorinë që e mësojmë këtu, plotësisht e zbatojmë institucionet shëndetësore, krahas saj e zbatojmë, domethënë vitin e parë kemi pas qendrën kryesore të mjekësisë familjare, pastaj në spitalin rajonal Isa Grezda në Gjakov, tash vitin e tretë kemi në të vazhdojmë praktikën e Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Është një koordinim shumë i mirë mes shefave të institucioneve si tash QMF-s dhe spitaleve, njëkohësisht edhe Institutit Mjekësisë Punës. Ata kanë mentorët e tyre që kujdesen për grupet e studentëve. Ndërlidhja e teorisë me praktikën është çelësi i suksesit të studentëve dhe vlerësimit të punës që bëjnë profesorët gjatë ligjërimit, sepse pas praktikës studentët pajisen me njohuritë përkatëse.